Në atë leximin e jashtëm, më rajonal që ja bujnë gazetarët, cilat janë mendimet për këto dy bllokada? Sa mund të ketë pasur një lloj domino efekti tek njëra tjetra dhe kush përfitoi në këtë rast nga bllokada politike e Kosovës, në të njëjtën kohë kur është edhe një shtet totalisht jo funksional në Serbi? Për Serbi ka fitu ky regjimi që është tash i fuqishëm për shkak se nuk është rrëzu nga pushteti dhe është bërë më i fuqishëm dhe ka luajt me të gjitha kartat. Do thotë, po mos ishin amerikanët me i vendos sanksione të rrepta për nisin, edhe për çështje tjera, edhe mi adhon disa vrejtje tjera, evropianët nuk i vendosin sanksione Serbisë, sepse aty kanë, do thot, elemente shumë të forta Serbia, aleat të vetë. Orbani mundet me dhonë ndërheqje, kryeministri i Hungarisë. Ai nuk e çon dorën me vendos diçka kundër Serbisë, për shembull me vendos sanksione. Prandaj këto janë të pabarabarta në aspektin e asaj. Kurse humbësit në Kosovë dihet, është populli i Kosovës mas pari humbës. Do thotë e ki vitin 2025 pivotal për krejt situatët gjeopolitike. Çfarë mund të arrinim brenda këtij viti që humbëm si pasojë e bllokadës politike, gjithmonë duke parë situatën e brendshme të Serbisë? Si ishte? Po. Do thotë, nuk ka... Çka humbëm ne në aspektin e politikës të jashtme? Çfarë mund të arrinim në këtë moment kur Serbia nuk i kish komoditetin si pasojë presion brendshëm dhe luftës në Ukrainë? Patjetër, nëse do të ishte një qeveri në detyrë, e cila do të kishte e plot fuqishme, për shembull, antarësimi në Këshillin e Evropës do të mund të jetësohej si vjet. Ja si vjet, ja nuk e shon ndaj vit në të ardhmen e afërt që mund të jetësohet. Dhe po ashtu kishte aplikim... Atër të kaluarëm, po reaplikim në kuptimin që tregonte se do doni. Dhe po ashtu Bashkimi Evropian tash veç rri edhe jep disa vrejtje dhe kërcenime, do thoja të thata, ndaj Serbisë. Mirë po ndaj Kosovës janë vendosur sanksionet dhe ka shumë pikpyetje nëse pas bartjes së pushtetit në 4 komunat në veri të Republikës, do të hiqen ato mase, sepse mund të ketë kushte tjera për demokraci, për çështjet e sundimit të ligjit, e kështu me radhë, do thotë mund të dalin kushte të reja nga Brukseli që do të ishte fatkeqe për popullin e Kosovës, sepse për politikanët po me që përmendë sundimit të ligjit dhe demokraci në veri për momentin si janë, zotëri Tahiri, mendoni se do t'jenë këto problem që të hiqen masat? Po tash këta kryetarët e ri do të me pas të qartë se do të mi respektu ligjet dhe rregullat e Republikës së Kosovës, do të thotë sepse ato komuna funksionojnë në bazë të ligjeve dhe të rendit të Republikës së Kosovës, mbase nuk do të ketë ndonjë orvajtje politike. Sepse edhe jemi fare në fund, pra në datën 5 bëhet betimi kryetarëve të ri. Në realitet janë 3 javë deri tek mbajtja e zgjedhjeve nacionale në gjithë territorin e Kosovës. A mund të kemi provokim nga pushteti i ri, po them, në komunat veriore, si efekt natyrisht elektoral, tash nga serbët, me që po bëhet nga shqiptarët në drejtim serbe, për para zgjedhjeve të 28 dhjetorit? Prandaj e thash që për shembull këtë konferencën që e kanë thirrë ata në Mitrovic, ata do ta shfrytëzojnë municionin politik që ja u ka dhënë këto partitë politike, sidomos Vetëvendosja, e cila është momentalisht partia më e madhe në Kosovë, që ja ka dhënë si pozicion edhe municion politik, listë serbe me dal edhe me u anku se çka po na bën shumica shqiptare dhe natyrisht që to ankesa shkojnë nëpër kancelaritë e mëdha evropiane, amerikane dhe pastaj dihet se çfarë raporte është dalin për Kosovën, sidomos në raport me ato se si sillet me komunitetin serb, sepse ajo është, qysh me thonë, njësia matëse për shtetin e Kosovës multietnik jashtë kufive, jo brenda kufive, dhe mund të ketë tek tok ide të provokimeve për shkak se lista serbe tash e ka synimin e madh, dhe fatkeqësisht me këto vendime që po merren, jo e certifikoj, jo se certifikoj, lista serbe po i përmbushet ai apetiti i madh që ti marr në legislaturën e ardhshme ti ketë 10 deputet. Pra, Vina Drashić mund të mos bëhet më deputet. Sipas gjasave dhe sipas asaj se çfarë fushate po bën lista serbe, duke nisë nga konferenca e sotshme ku ankohen se s'janë certifiku nga KQZ-ja kështu me radhë, dhe ata thirrën me pretendimet e tyre se thonë që
shifeni, veç listën serbe po e luftojnë shqiptarët, shumica shqiptare, dhe ju nuk duhet, nuk guxoni jo serbët e Kosovës me votu një opcion tjetër, ma liberal që të të ishte, por duhet na votoni vetëm neve, prandaj edhe shkojmë drejt asaj që lista serbe të rikthehet vjetë që e ka në